Forcat e IKMT-s dhe të policisë së shtetit kanë ndërhyrë mëngjesin e sotëm në zonën e Lungomares pas një përplasjeje për zhvillimin e një leje ndërtimi në vijon e parë bregdetare. Sipas informacioneve të siguruara nga Blu Televizion, bëhet fjalë për një leje që parashikon ndërtimin e një hoteli dhe kulle 33 kate mbi tokë dhe 4 kate nën tokë. Punimet për hapjen e gropës kanë nisur, por janë përballur me kundërshtimin e një qytetari që përdor prej vitesh një pjesë të territorit si parkim privat. Ky person ka deklaruar jashtë kamerave se ka marrë hapësirën me qira nga një zonjë që e konsideron pronë të vet. Nga ana tjetër, zhvilluesit e projektit pretendojnë se në lejen e firmosur nga Këshilli Kombëtar i rregullimit të territorit përfshihet edhe kjo hapësirë, e cila sipas tyre nuk ka certifikat pronësie, por vetëm përdorimi. Pasi palët nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët, policia ka ndërhyrë duke kërkuar lirimin e zonës që përfshihet në lejen e ndërtimit. Forcat e renditës së bashku me IKMT-n dhe Policinë Bashkiake kanë kërkuar respektimin e lejes deri në një vendim përfundimtar të gjykatës. Pavarësisht kundërshtimeve, një prej personave që përdorte parkimin është shoqëruar nga policia për sqarim.